Mirë po kur ky gjitha shembujt i merr me lushnjën. Por unë dua t'i kujtoj zotit Koreshi që lushnja ta ndroj kanalin, mos shofe filma në YouTube, sepse lushnja nuk është më ajo e koncert, filmit koncert vitin 36. Është lushnja që nuk dua të hyj në domenin e ministrit bujqësisë, lushnja që sot ndoshta në eksportet që kemi në bujqësi sjell në buxhetin e shtetit diku ke 500 milion euro. Tani ndaje mendjen. Euroskepticizmi të buron nga fakti që nuk ka val telefoni për te Rogozhinës kur vjen sa kalon Rogozhinën, se një nga kolegët e mia në komision tha, zoti Koreshi tha, mos i merr gjithë shembujt nga lushja se me sa duket ta si të kalesh Rogozhinën s'ka val telefoni. Tani, nga i herë thot jam i shkollës italiane drejtësisë, pastaj gjitha gjërat na çon lushnje. Edhe për ta kthyer në seriozitetin e bisedës, lushnja sot është nga ato bashki që ka bërë më përpara se sa bashkitë e tjera emër në Europë. Lushnja është eksport sot. A ka probleme? Pa diskutim që ka probleme, sepse ne po të mos kishim probleme, nuk kemi ndërmarrë gjithë to reforma në Shqipëri, por lushnja është në Europë, sa mirë. Ta garantoj që është në Europë. Nëse shuhet i gjë Made in Albania, lushnja është ajo që na e ka ngrit emrin si Shqipëri.